Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument jemi drejt për drejt me zotin Artan Nati nga Chicago, një nga drejtuesit e vatrës së Chicagos, por sot jemi për një problem tjetër, për të analizuar si po zhvillohet industria apo turizmi në Shqipëri. Ka mjaft lajme pozitive, siç ka dhe problematika të cilët po shfaqen kohët e fundit në zhvillimin e turizmit. Artani ka qenë në Shqipëri për të kaluar pushimet e natyrisht ka shijuar në të mirë bukuritë dhe ton, por krahas këtyre bukurive shpeshherë shfaqen edhe dukuri të cilët nuk janë aq pëlqyeshme dhe në vitet e ardhshme mund të shkaktojnë problematika në ruajtjen e nivelit të turizmit e të turistëve që vizitojnë vendin tonë. Sot Artan, mirëseardhët. Mirësejella, faleminderit për ftesën. Ta fillojmë si një histori e thjeshtë, ku kaluat pushimet dhe si i kaluat ato? Në fillimisht shkova në Pogradec për të takuar disa miq, po edhe për të parë natyrën dhe vendin atje. Pastaj kalova ca ditë në Dërmi. Mbas Dërmiut kam kaluar një ditë në Fier, dy ditë në Tiranë, edhe me kaq u mbyll me dhimbje se donim të rrinim akoma. Ndoshta jo për natyrën dhe për bukuritë e vendit, po për njerëzit që na ngjallin aq kujtime dhe natyrisht ajo është pjesë. Kemi lënë gjysmën e familjeve tona në vendlindje në atë dhe natyrisht është një rast për t'i takuar për sa kohë që kemi, por aq edhe për t'u çlodhur në atë bukurinë natyrore që ka vendi. Pra, indirekt ju me udhëtimin familjar tuaj keni vizituar disa zona që nga Pogradeci deri në Dërmi e më gjerë. Por të ndalemi tek niveli i zhvillimit të turizmit. Apo vinë turistë të huaj dhe çfarë lloj turizmi po zhvillohet aktualisht, sipas pamjeve që ju pat? Sipas pamjeve pash kisha një të paktën me çfarë pam në Dërmi, Burare, aty afër nesh disa turistë. Aty ku po shohja ishte një çift gjermanës afër nesh, edhe thjesht hyra në bisedë me ata, isha kurioz të dija se çfarë ndodh. Ata ishin dy të rinj, ne ishin në college të dy. Thoshin për shpresë u pëlqen natyra, u pëlqen uji i pastër, dhe pastaj kaluan pak minuta se duket i kishte marrë uria dhe pash që hapën një trast apo një çantë që kishte marrë me vete dhe filluan të hanin bukë aty. Edhe kjo më la shumë për të dëshiruar në fakt. Tani ata kuptohet ishin nga college, po tjetra gjë ishte që Burare nuk doni të shpenzoni shumë. Ky ishte problemi më i madh dhe kuptohet nuk mund të kemi edhe turizëm elitar në Shqipëri, si thuaç udhëtimi im nga Rinasi në Pogradec deri diku ishte i dhimbshëm dhe i lodhshëm. Për shumë arsye, e para një problem mund të ishte me GPS-in. Mungesa e tabelave kuptohet, herë ishin, herë s'ishin. Tjetër rrugët ishin ca të prishura, me gropa, vazhdonin punimet, edhe udhëtimi ishte shumë i gjatë ndërkohë. Tjetër gjë që Burare, në Pogradec më kuptohet edhe njerëzit në Pogradec janë më të afërt, ndjeva më mirë, po atje nuk pash shumë të huaj, por ambienti ishte shumë interesant, mund të them, edhe duke mikpritja jo dashuria e qytetaria e qytetit Pogradecit. Mund të them që më la përshtypje të veçantë ai vend. Ishte një lloj kulture, po them, duket sikur isha në një vend nordik edhe në Pogradec atje. Fola me shumë njerëz, të gjithë kishin pasion peshkimit, kishin pasion të bënin verën e tyre, kishin dëshirë të bisedonin për tema nga më interesantet. Në ndryshim nga pjesët e tjera të vendit ku shkojnë në Dërmi, nga që u ndeshna me shumë njerëz që keni investuar atje, në Pogradec bëhet biseda normale që të ngroni shpirtin dhe e ndije ritmin e vendit aty. Ndërsa ku shkojnë pjesët e tjera në Tiranë, apo në Dërmi, apo në Vlorë, kishte një diçka që njerëzit sikur kishin humbur shpirtin dhe ishin shndruar në shifra. Çdo gjë fliti për shifra, për kostot, sa mund ta blejmë, sa mund ta japim me qira. Dhe kjo ishte vetëm një bisedë e ditës, sikur njerëzit jetonin vetëm kush të dukej më i pasur dhe më
suksesshëm, ndërkohë që koncepti për suksesin mendoj ishte tërësisht i gabuar atje, sepse në vend ta masë suksesit me pastrimin e shpirtit, me arritjet morale, çdo gjë ishte kthyer në para, në qera dhe në dollar apo euro. Po ndoshta është sezoni turistik që i tërheq, sepse gjatë këtij sezoni veror ata mund të arrijnë të fitojnë më shumë, po të flasim për dërmiun edhe jugun e Shqipërisë. Megjithatë ajo që ju thatë është se turizmi në Shqipëri është turizëm çantash, student që vinë që janë më të atraksionuar nga lëvizjet, kështu po siç thonin italianët një kohë turista fajdate. Domethënë turist që bën vetë, po pa qenë me grup turistik të caktuar. Ju më tha që ishit vendosur tek një mik i juaj në një shtëpi turistike, që kishit dy hyrje, një kishit ju, një kishin këta të huaj që ishin atje. Si punonte biznesi i turizmit për vendasin ose për pronarin e kësaj shtëpie? Aty ishin bërë një grup vilash, i kishte bërë një ndërtues që unë e kisha njëjtur dikur, po aty se takova. Edhe mund të ishin bërë rreth 50 vila, ndërkohë që vazhdonin purimet edhe më lart, edhe Majtas, edhe Djathës, dhe gjithmonë duke ajo, si thuash, rrëmuja e punimeve ndërtim. Megjithatë, kishin bërë një punë të mirë, mund të them, edhe ajo që vura re aty, tarifat më duken shumë të larta, sepse ata pretendonin aty që të jepnin një apartament, mund ta them, se ishte townhouse, kishin ndarë në dy hyrje. Një apartament me një dhomë gjume, me një living room apo soggiorno që thonë në Shqipëri, një kuzhinë edhe një balkon, mendonin të jepnin me 300 deri 350 euro. Që nëse përkthejmë dollar është $400. Nata, dita? Po. Oh. Një ditë 24 orë. Po nëse një familje do kaloj 10 ditë i bin $3,000. Tani, nëse një familje kalon 10 ditë i bie $4,000 në fakt. Nëse flasim 350 euro, 350 euro janë $400. Okej, me $4,000 ai mund të shkojnë në çdo cep të botës, madje all included, si thonë, të përfshirë të gjitha. Po mirë, kjo rrjedh nga dëshira e pangopsia e dikujt për të fituar, se kjo mund të bëj nesër që të mos i kesh më këto turist, as ato studentët që kishin ardhur për të kaluar vakancat së bashku. Nuk e di, mua kisha një ndjesi që sikur të dyja palët e ndërtuesit, ata ishin blerë, kam përshtypjen se po gënjenin njëri tjetrin në këtë histori, sepse unë u bëra kurioz. Mbasi ndonjë aty te miqtë e mi që më thanë rrit sa të duash, mikpritja ishte fantastike, mund të them. Por të nesër më moran telefon një hotel aty dhe ata më thanë është 95 euro qëndrimi në hotel. Hoteli ishte relativisht i mirë dhe i ri, ndoshta një vjeçar. Edhe kjo përfshinte edhe çadrën, edhe mëngjesin. Edhe këtë po i thosh atyre, ju duhet të mendoni të bërni llogarinë ashtu siç është realisht, jo çfarë premtojnë të tjerët. Por ata ishin të gjithë, folë edhe me 2-3 persona të tjerë, folë edhe me një ndërtues që kishte bërë edhe 16 vila atje, dhe të gjithë më thoshin të njëjtën gjë që kaq është pazari i sotshëm. Mua më duk jo e habitshme, po mund të them fantastike për nga mënyra se si mendonin ata. Nuk mendoj se ka bazë. Dhe atë që thatë dhe juve që parë, edhe unë këtë mendoj, unë kam qenë disa herë me paket në Jamaica, apo në Dominican Republic, apo në Meksik, dhe atë që thatë juve, ne kemi paguar aty si çift rreth $2,600-2,700, kushtet kanë qenë, mund të them, shumë herë më të mira se sa në Shqipëri, dhe të gjitha të përfshira, pjesë shumë të mira, ushqime shumë e mirë, dhe shërbim në det, siç e dini ju, dhe nuk e di ku e mbështesin këta ndërtues shqiptar, por edhe blerës shqiptar këtë lloj ideje. Ideja është se, domethënë, Shqipëria ka qenë e pazbuluar. Ne kemi një vend të mrekullueshëm që ne që kemi lënë e kuptojmë me dhimbje. Me bukurinë natyrore, por drejtimi i ekonomisë
nuk është vetëm turizmi të marim se që të marim, sepse turisti që vjen sot, nëse ti nuk i kryon kushtet, nuk të vjen më. 12.000 shqiptarë Kosovës e të Maqedonisë nuk kanë qenë, nuk kanë ardhur për të kaluar pushimet në Shqipëri. Pavarësisht se kryeministri thotë që ata shqipot na e bën pis, nuk e bën shqipot pis, e bën ekonomia që nuk drejtohet si duhet. Nuk është ekonomia vetëm grabitje, të marim sa të marim, se merr sot, por nuk ke nesër. E kjo më duket si një investim pa perspektivë, se nuk mund ta mbështetësh vetëm ekonominë të turizmi të jep. Ne kemi parë Spanjën, që sot e kësaj dite ka bukurit bukura natyrore, po njerëzit aty vendasit po protestojnë se nuk duan më turist. Edhe më bëri përshtypje fakti që u përmendet Pogradecin, sepse Pogradeci vazhdon atë traditën e vjetër të turizmit, që i priste njerëzit. Me radhë, unë kam Baxhanakun, Pogradec ka një apartament aty, kur isha para disa vitesh në aliroj apartamentin për periudhën, por gjeje edhe xhiron e natës, gjeje edhe muzikën, gjeje edhe barin ku këndoj shqip, gjeje edhe udhtimin dhe plazhin e pastër. Pra, ka dhe një përkushtim të qytetarisë të Pogradecit për të ruajtur liçenin. Këto dy, njëra tregon pangopsi, po të flasim për Dërmiun dhe Jugun, pjesa tjetër tregon për kujdesje. Kam përshtypjen se turizmi në Shqipëri është dhe bekim, po edhe mallkim për vendin tonë. Do thoni pse. E para është qeveria jonë ose ministrat e qeverisë që merren me çështjet e turizmit nuk kanë parasysh historinë e zhvillimit të shoqërisë kapitaliste me të mirat, por edhe me traumat që ka pësuar ajo. Ne fare shumë para një dekade, mund të them, 2008-2009, kemi një eksperiencë tepër negative që paralizoi ekonominë botërore dhe pikërisht ishin komshinët tanë në Europë. Dhe këto vende në atë kohë quheshin vendet pigs. Ishte Portugalia, Italia, Greqia dhe Spanja. Kishim bashkuar shkronjë dhe parat kombeve të tyre. Dhe këto vende që kishin mbështetur ekonominë e tyre në masë më të madhe në turizëm, në rastin e parë që pat një krizë botërore, këto vende u kollapsën totalisht. Mund të themi që Greqia akoma se ka marrë veten. Greqia është në gjendje të mjerueshme, mund të them. Dhe është për tu habitur, unë kam qenë në të parët kam emigruar në Greqi atëherë në 90-ën kam mbajtur nga Mali, dhe tani që bisedoj me grekët, shikoj që Shqipëria pak a shumë ka një nivel me Greqinë, dhe kjo për arsye se ata s'kan arritur të marrin veten. Po ashtu dhe Italia, të njëjtën gjë, duke mbështetur veten në turizëm, patën këto probleme të jashtëzakonshme. Spanja, po ashtu dhe Portugalia. Atëherë Shqipëria po bën të njëjtin gabim që kanë bërë ata, por kam përshtypjen se ky gabim po bëhet nga qeveritarët tanë më shumë jo nga ignoranca, por nga dëshira për të grabitur sa më shumë, ndërkohë dhe nga presioni i oligarkëve që drejtojnë, manipulojnë edhe vjedhin ekonominë shqiptare. Këta mund të shikojë të pranishëm kudo investimet e oligarkëve në Shqipëri, në çdo aspekt ku mund ndalojë ti. Mund të që në ndërtimin e rrugëve di çfarë emrash kishin, që nga ato gas station që i themin në Amerikë, pikat e karburantit, dihej se çfarë emra do ishin atje të oligarkëve. Pastaj që nga ndërtimi i vilave, pallateve, dihej se kush i kishte. Dhe ndërkohë ç'a ndesha unë aty, mund të themi një rast tipik që pash në Dërmi. Më bëri të mendoj gjatë, po dhe dëshpërohesh në shumë atje. Shikoj atje, ishte ndërtuar shumë vile, si të thash. Dhe nuk duhet përmend emra, ndoshta dhe mund të jemi gabuar, por sidoqoftë unë vura re një gjë, po themi disa persona atje, ose një person apo dy persona kishin qenë kryeplak të zonës. Ndërkohë, sa mbaruan mandatin e tyre, këta persona përfundojnë me 10 vila, me 2 hotele, dhe zoti i bekoft nëse i kanë pas pronat e tyre. Po kjo, dhe s'duhet abuzoj dhe nuk duhet të gishtin mbjellëzje, po ky fenomen sigur ndodh kaq shpesh në Shqipëri, sa që të bërë të dyshosh dhe të mendosh se tokat që janë pas zotës që kanë qenë të shtetit, kanë përshtypjen se manipulohen dokumenta dhe bëhet ajo që disa vetë harrojnë në luks të jashtëzakonshëm, ndërsa populli nuk ka mundësi
që të zhvilloj biznes dhe largohet nga vendi. Dhe fakti që nuk zhvillojnë biznes këta persona është pikërisht makutëria e qeverisë dhe e ministrave tanë. Sepse këto të ardhura që marrin, ata duhet një pjesë të japin lektorëve, të japin prodhuesve të bujqësisë, në mënyrë që ne të kemi një backup, ne të kemi një mbështetje në rast krize, se ne nuk kemi turistë, atëherë vendi jon nuk do të kolapsi, nuk do të shkatërrohet, por ne do të kemi një prodhim vendas, dhe duke pasur bujqësinë, duke pasur blegtorinë, duke pasur një industri të lehtë që të përpunojë këto produkte blegtorale dhe bujqësore, ne nuk do të pësojmë atë fat të keq që patën këto vendet e pigs. Okay. Unë do ndalem tek një element tjetër, krahas turizmit të bukurive natyrore që Shqipëria i ka. Shqipëria është dhe një vend me histori mjaft të lashtë, por është për të shprehur dhimbja më e thellë. Miku im, studiuesi i historisë aurontare, shprehte përpara disa kohe një shqetësim mjaft të madh që një shpella e Spiles aty afër kur ishe ti, që është shpella që del gjigandi Polifem, që Odiseja tek Homeri e bëri gjigandin që ta qëroi sipas historisë së lashtë të Odises, ajo shpellë e lashtë që çdo njeri që ka studiuar historinë edhe kulturës botërore, historinë greke, e di ku kaloi Odiseja, por nuk e di ku është shpella. Dhe ajo shpellë mbyllet me beton për të bërë lavazh. Kjo është paradoksi më i madh. Historia e lashtë e kombit ton, më e lashtë se grekët, kthehet në lavazh. Edhe kjo është fatkeqësia më e madhe, sepse nesër ata turist, ata student nuk do kenë çfarë të shohin, por ti thuash atyre kjo është shpella e Odises. Kjo është shpella ku Odiseja qëroi Polifemin. Dhe me të drejtë, miku im aurontare shpreh në Nazuri mallkimi i Polifemit, thot, në një shkrim të tij, që ne vlerat tona kombëtare po i shndrojmë në abuzim për gjëra minimale. Një shpellë e këtij niveli tregon lartësinë e kombit ton, ashtu siç ka dhe vepra të tjera që përshkruhen në Iliad pikërisht në ato trojet shqiptare, aty në jug të vendit tonë. Pra, turizmi duhet të zhvillohet në harmoni me bukuritë natyrore, me ruajtjen e vlerave dhe të pastërtisë, dhe jo të shndrohet në mjet për investimet e oligarkëve, edhe të kemi një periudhë bumi, e mbas periudhës së bumit të ndodhi ajo tjetra, siç ka ndodhur, që 15.000 shqiptar nga trojet shqiptare që kanë qenë turistë që vinin në Shqipëri, të mos vinë më. Ne na duhet edhe turizmi adhetar. Na duhet e nuk mund ta hedhin poshtë vllai. Sepse kështu ruhet e kohezioni kombëtar. Një turizëm vetëm për fitim, vitin tjetër nuk të vjen më ai turisti gjerman që merr bukë me vetë. Dhe si do ta konkludonim të gjithë këtë situatë, unë desha me që ishe dëshmitar i drejt për drejt, kishe fakte konkrete dhe ta njoh thellësinë e analizës dhe gjykimit, që ta jepnim një mendim të përbashkët, që turizmi është një degë mirë ekonomisë, jep zhvillim të shpejt, por është mjaft e riskueshme. Ti përmende vendet e Piksit, vende që janë shumë herë më të fuqishëm se sa vendi ynë, po ti humbas ajo bukuria egzotike të rreqes të gjoja Maldiveve të Shqipërisë nga gazetat e botës, nesër nuk do vi kush të tërkas në dërmi, dhe kjo është fatkeqësi që do t'i prek kombin ton, e ne duam ta shmangim këtë. Duam që ata shqiptarë që kanë ndërtuar vila në dërmi e të tjerët që do ndërtojnë, ta ruajnë vendin, ta ruajnë bukurinë natyrore, të ruajnë raportet njerëzore midis edhe raportet ekonomike, midis investimit dhe fitimit.
mania për të grabitur, për të fituar, vetëm për fituar, si që pe vetë në dërmi, mund të shkaktoj katastrofë, ne duam të evitojmë këtë, dhe i themi qeverisë shqiptare, institucioneve zyrtare të vendit tonë. Ky fenomen faktisht studiuar edhe nga shumë ekonomistë botërorë, sidomos në Amerikë, me shembuj konkret. Përveç vendeve, siç përmendëm më lart, të PIGS-it, që mbështeten ekonominë me turizmin dhe personat e kollaps madhështor, ka një paralele të ngjashme. Shumë vende që kanë burime natyrore të naftës apo të gazit janë vendet nga më të varfër në botë. Të tilla mund të përmendim Venezuelën. Venezuela ka qenë dikur një vend i begat, por mbështetja e ekonomisë së tyre vetëm te gazi, nafta dhe institucionet u ngritën mbi shfrytëzimin e këtyre pasurive, bëri të mundur që ky vend të jetë më i varfër në botë. Shembull tjetër është Rusia, e dim fare mirë se çka ka ndodhur atje. Të gjithë thonë që Rusia nuk ka ekonomi, por thjesht është një pikë karburanti e madhe. Dhe në rast të rënies së çmimit naftës në Rusi, ata mund të shkatërrohen dhe ashtu siç u shkatërruan kur presidenti i Amerikës ishte Reagani dhe e kuptoi duke ulur çmimin e naftës, bëri që Rusia të falimentonte dhe bashkë me të gjithë vendet e lindjes u shkëputën, ndërkohë që ishte edhe fati jon i madh i Shqipërisë, që u shkëputën nga bloku i lindjes, edhe po mundohemi të arrim perëndimin, por pa hequr dorë nga mendësia që na la pas komunizmi, dhe duke mos shfrytëzuar historinë dhe gabimet e kombeve të tjera. Ne po bijem në të njëjtin gabim. Uroj Martan që mendjet të ndriçohen, të lehtësohen disi nga xhepat që kërkojnë të arrijnë çdo gjë shkurt në afat shkurtër, që ekonomia shqiptare e bazuar vetëm ke turizmi nuk mund të mbjetoj për një kohë të gjatë, si do të jetë. Kalon një periudhë, turizmi është një mjet afat shkurtër, pa atë që theti, pa zhvilluar bujqësinë që suporton turizmin, pa zhvilluar industrinë që suporton turizmin, se një bujqësi që të suportoj turizmin duhet që mos i dalin pjeshkat me nikel, sa t'i kthejnë vendet e Ballkanit, mbrapsht, por duhet të ruajt pastërtinë, bio, edhe kjo gjë arrihet jo me egocentrizëm, me egoizëm për të fituar. E natyrisht është fatkeqësi e vendeve që kanë kaluar, por ne duhet mësojmë nga vendet e PIGS-it që përmendet ti, për të arritur që kur të shkojmë në vitet e tjera në Shqipëri, të jemi të gjithë të natyrshëm, ashtu si Pogradec, e mos ja mohojmë vendasve Bregdetin, mos ja mohojmë atyre dhërmiqotëve apo banorëve të Vunojt Bregdetin e tyre. Se unë kujtoj sot e 20 sa vjet, 30 vjet përpara, që shkoja me gruan time, e ishte fejuar në atë kohë, që shkoja në Jalë, vinim një çadër aty, edhe nuk ishte gjë tjetër, po ishte natyra. Ishte natyra, ishin njerëzit. E kjo gjë nuk duhet harruar. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit tonë Argument, folëm për zhvillimin e turizmit në Shqipëri dhe për rrisjet nëse ky turizëm do zhvillohet vetëm në mënyrën për të grabitur, për të përfituar sa më shumë. Gjithë të mirë, mirë takofshi.